jena të shanë. Në krejtë botën është kjo, jo veç këtu. Edhe kur e ke fitu kupën, e ke u kampionat në ndeshjen, e kon i shanë. Sigurt kjo është normale, sepse kërkojnë gjithmonë rezultat. Por, nuk e kuptoj që ata tifoz, kur munën, si shta Bekimi, Neqin, që ka dhonë për futbol. Jo veç për Trepç, për futbol të Kosovës. Gjithë futbolist i pari ka që jashtë, që ka dhonë gjithë familja tina, që aty në klub nuk është që nuk ka njerës, sepse është pej Neqit, është Amnia, është Ajet Shësholli, është Rafet Prekozi, gjithë janë emna, është Emin Baliqi, është Metin Fetau, gjithë janë emna të futbollit dëshmon të futbollit. Nuk ka puna veç me bo, si shta dhe bejka në qofë se dikush ka diqka që e ka me personale, me dika nëse ka në interesa tjera, e punë të ty në pasaj, s'muna me ndërhy. Po, me këtë gjo, ata so për shof unë, sepse nuk isha në Kosovë unë 9 vite, ju marë so për shof unë, Negjin nuk munën me largu, si shta Bekimi, s'munën me largu për jetu, i duhet munuen sa dush, s'munën me largu, se Negjin nuk e lënë ata, po problemi është që qysh minimu. Ata këtu dojnë Trepçën më mirë, këtu të është në qovë se ata vinë, edhe nuk sillen mirë me lejtarë, me ndeshje, nuk në ndihmojnë, si me bo. Nuk ka Negji person që sullen me full me ta. Që një besoj që një 100 herë kovi ka qitë Negji ata. E njofin gjithë. Biles, Negji, dje isha, para ndeshjes ishim aty, drek edhe tha, dalin më shojnë, deri sa e tregoj, i Turqides një, i kërkoj ke lekë bërqë. Këtu e shojnë, këtu i kërkoj ke lekë, që, këm ka shatheke, ma tregoj me foto. Ashtë Antoli Kryesisa? Kush? Antoli Kryesis, Turqides? A tifos? Tifos. Tha shife, tha, tifos, këm shanë, tha, dhe ti më ka kërkoj lekë, para menaj. Negji. Dhe më thonë, duhet kjo, nuk e di si që me thonë, po vetë, kjo punë vetëm i bënë dëmë klubi ty në të zemrës. Kjo është sigurt. Asë një loj... Ndeshja e arshme